Zonja e zotrinj, ju përshëndes, unë jam Arlin Disa, do t'jemi bashkë si çdo ditë në lajmet e orës 15 këtu në Report Televizion. Shohim tani titujt kryesor. Policia arrestoi 2 persona dhe shpalli në kërkim 2 të tjerë për vrasjen e Klevis Leshit në rrethana të paqarta në 2020, u deshën 5 vjet që të zbardhej ngjarja me ndihmën e komunikimeve Sky ECC, nga ku rezultoi se porositës është Aurel Hoxha, vëllai i Agim Hoxhës, i cili u dogj i gjallë në Angli 13 vite më parë, bashkë me një 36 vjeçar. Hoxha janë në kërkim, ndërsa u arrestuan Saba Nuzi dhe Samet Loka. Report Televizion siguron dosjen e Spakut për kryebashkiakun e Kolonjës, Erion Isai, i cili pohetohet për 4 procedura tenderimit të Bashkisë Kolonjë. Bëhet fjalë për ndërtimin e rrugës Korçë-Ersek, loti i dytë, ndërtimin e ujësillësit të Ersekës dhe të disa fshatrave, si dhe 2 prokurime për mbikëqyrje punimesh për secilën. Nga hetimi zbulohen lidhje të ngushta me kompani private që më pas rezultonin fituese në projekte, falsifikime firmash apo shkëmbime dhe konsultime me privatët të vlerave të tenderave para se të bëheshin publike. Sali Berisha do të shmang primaret për të nxjerrë kandidatin e Bashkisë së Tiranës dhe rivali Ogerta Manastirliut, pritet të zgjidhet përmes një procesi negociatash me partitë e tjera të opozitës. Për këtë ai njoftoi sot se ka ngarkuar një grup pune. Mbi 213.000 tatim pagues debitor do të mund të përfitojnë nga nisma e paqes fiskale që pritet nis nga zbatimin e janar 2026. Ato do të përfitojnë ulje të gjobave dhe kamatave, kurse çdo borxh i krijuar para 2016 falet plotësisht. Deri tani borxhi tatimor që falet shkon në vlerën e 335 milion eurove. Fermerët ndihen braktisur pasi prodhimet e tyre bujqësore mbeten stok dhe përfundojnë për kanale, por në vend të një zgjidhje, zëvendës ministri i bujqësisë Dimitër Kote u sugjeron të bëhen të zgjuar dhe të punojnë kokën, jo vetëm tokën. Sipas tij, fermeri duhet orientohet për të mbjellë kulturën që kërkon tregu. Pas dronëve të dyshuar rus në qiellin e Danimarkës, policia suedeze mori disa raportime për dronë që fluturonin mbi 2 ishuj në zonën jugore. Shefi i NATO-s Mark Rutte mbështet deklaratën e Trump dhe thot se sulmuesit e aleancës mund të hapin zjarr ndaj avionëve rus, por për Kremlinin një akt i tillë do të hapte luftën. Kultura kineze përmes muzikës, vallëzimit, filmave dhe ushqimit përcillet për publikun shqiptar përmes aktiviteteve të ndryshme në javën kulturore kineze. Për Report Televizion, ambasadorja e Kinës flet për bashkëpunime të shumta në të ardhmen, sidomos në fushën e kinematografisë. Spak zbulon pas 5 vitesh se vrasja dhe groposja e 22 vjeçarit Klevis Leshi nga Burreli është porositur nga Aurel Hoxha, i cili është shpallur në kërkim tashmë. Ai është pronar i lokalit të njohur në Tiranë Monopol, por hetuesit e lidhin vrasjen me gjakmarrjen. Vëllai të dyshuarit është vrarë në 2012 nga kushëriri i riut nga Burreli Arben Leshi, edhe ky i fundit i vrarë në burgun e Peqinit. Klevis Leshi nga Burreli u zhduk më 5 gusht të vitit 2020, kur ishte vetëm 22 vjeç, 3 vite pa asnjë gjurmë. Në shkurt të vitit 2023, erozioni nxori në sipërfaqe disa eshtra të groposura në fshatin Shpërdhet të Mamurasit. Analizat e ADN-s zbuluan se i përkisnin të riu të zhdukur. 2 vite më pas, të premten e 26 shtatorit, Spak zbuloi autorët dhe lëshon 4 urdhër arreste, 2 prej të cilëve u ekzekutuan, Saba Nuzi dhe Samet Loka, të dy 31 vjeç. Si porositës për vrasjen e të riut, Spak akuzon Aurel Hoxhën, 36 vjeç, pronar i lokalit Monopol në zonën e Myslimshyrit në Tiranë, aty ku efektivët ushtruan kontrolle në orët e para të mëngjesit, por pa mundur ta gjejnë. Në kërkim bashkë me të është shpallur edhe Sajmir Kolaveri. Të 4 janë të dyshuar për vrasje për gjakmarrje, fshehje dhe asgjësim të kufomës, pastrim parash dhe grupi strukturuar kriminal. Drejt të dyshuarve, hetuesit i çuan bisedat e zbardhura nga aplikacioni i Sky ECC. Por përse donte të vrarë Klevis Leshin i dyshuari Aurel Hoxha? Vrasja makabre të riut Klevis Leshi të çon tek një nga historitë më të tmerrshme të akmarrjes në Shqipëri. Vëllai të dyshuarit Aurel Hoxha, Agimi, u vra në vitin 2012 dhe u dogj brenda makinës së tij në Angli nga Arben Leshi.
ku shëriri 22 vjeçarit të groposur në Mamurras. Vetëm kjo vrasje një antarit nga Fisi Hoxha ka prodhuar ndër vite një hakmarrje të dhunshme që ka marrë deri më tani jetën e 4 familjarëve të Fisit Leshi. Vetë vrasësin e Agim Hoxhës, 2 xhaxhallar të tij dhe më të voglin Klevisin 22 vjeçar. Edhe pse autoritetet e kapën dhe Arben Leshi po vuante ndëshkimin nga drejtësia, familja Hoxha nuk ja fali vrasjen dhe djegjen e njeriu të tyre në Angli. Vetëm një vit pas vrasjes së Agim Hoxhës ju mor jeta të parit nga Fisi Leshi. Më 30 tetor 2013 u vran 2 xhaxhallar të tij, Xhavit Leshi dhe 3 vite më vonë, më 15 maj 2016 Hajredin Leshi. Në vitin 2020 hakmarrja e cila synonte vetëm burrat e Fisit Leshi ju ofrua të voglit të shtëpisë, Klevis Leshit, djalit të Xhavitit të vrarë në 2013. Për vrasjen që mendohet se erdhi për pazare droge në Britaninë e Madhe, Arben Leshi u dënua me 32 vite burg në Londër. Ai do të jetë i fundit në zinxhirin e vrasjeve të njerëzve të fisit të tij. Në vitin 2016 u ekstradua në Shqipëri për të shlyer 28 vite të mbetura, ndërsa vuante dënimin në burgun e Peqinit, një i dënuar për jetë për vrasjen e 2 turistëve çek, Sokol Mjacaj, e ekzekutoi Arben Leshin me pistolet në dhjetor të vitit 2023 në dritarin e Qelis. Nga frika e hakmarrjes, asnjë pjesëtar nga familja Leshi nuk tërhoqi trupin në morg dhe ceremoninë mortore ja bëri bashkia. Por hetimet e Spakut për herë të parë ranë në gjurmët e autorëve të paktën njërës prej vrasjeve në Fisin Leshi, atë të 22 vjeçarit Klevis. Spakja faturon këtë krim vllait Agim Hoxhës, të vrarë brenda makinës në Angli në 2012, Aurel Hoxhës, sot i shpallur në kërkim dhe i njohur edhe me emrin Aurelino Calaveri. Lidhje të ngushta me kompani private që më pas rezultonin fituese në projekte apo edhe falsifikime firmash janë disa prej elementeve që quan prokurorinë e posaçme të marrë pandehur kryebashkiakun e Kolonjës Erion Nisai, 6 zyrtar të tjerë të bashkisë dhe administratorin e një kompanie private. Do të lidhem tani me gazetarin Sokol Dema për të folur në lidhje me këtë temë, këtë ngjarje. Sokol, të përshëndes, atëherë cilat janë gjetjet kryesore, pikat kryesore në dosjen e prokurorisë ndaj kryebashkiakut Kolonjës që tashmë është i pandehur? Po Arlind, përshëndetje, në fakt në dosjen që Report TV ka mundur pra të siguroj, bëhet fjalë për 4 prokurime të ndryshme të cilat janë hetuar nga ana e prokurorisë së posaçme në lidhje me Bashkinë e Kolonjës, në mesin e të cilëve tashmë është i pandehur edhe kryebashkiaku Erion Nisai. Më konkretisht bëhet fjalë për rrugën Korç pra Ersek, ku i sjellsin e Ersekës dhe të disa fshatrave, njëkohësisht dhe 2 prokurime të tjera që kanë lidhje me supervizimin dhe mbikëqyrjen e punimeve të 2 projekteve të para. Duket se ka patur një komunikim të gjerë pra të Spakut në lidhje me gjetjen e provave konkrete, por përsa i përket në rastin konkret pra të rrugës Korç e Ersek, ka patur një projekt i cili është bërë që në vitin 2010, por që me sa duket është parë si problematik në zbatim nga ana e Bashkisë së Kolonjës dhe 10 vite më vonë është vendosur të bëhet një tjetër projekt duke pasur parasysh me argumentet se projekti i parë pra është konsideruar si duke prekur mjedisin, duke kaluar edhe në për zonat të tjera të cilat janë parë si të banuara. Nga ana tjetër, duket se ka patur vetëm një kompani e cila i është përgjigjur pra kërkesës pozitive për të lidhur një kontratë me Bashkinë e Kolonjës, e cila bëhej si një akt dhurimi dhe bëhet fjalë për A&E Engineering, e cila është kompania pra e cila më pas rezultoi të jetë po ashtu edhe fituese. Janë gjetur falsifikime dokumentash pra në lidhje me një dokument i cili është dorëzuar më 1 qershor 2020 nga kompania për projekt të zbatimin dhe aty bëhet fjalë pra për firmën e kryetarit të komisionit e cila ishte falsifikuar. Në fakt, e njëjta firmë pasi janë kryer të gjitha ekspertizat krahasuese pra bashkë me firmat reale të personit i cili duhet ishte pra kryetari i komisionit për të firmosur, ka rezultuar se bëhet fjalë për Entela Çaron, administratoren e kompanisë pra A&E Engineering, e cila me sa duket ka patur pra një rol konkret në lidhje me këtë proces. Pra kjo ka qenë ajo hapësira kryesore që ka ndërlidhur falsifikime në lidhje me marrjen pra të këtij projekti dhe më pas për ndërtimin. Sigurisht kjo ka qenë vetëm njëra pra prej 4 hetimeve në total që ka kryer në tërësi pra prokuria e posaçme në lidhje me prokurimet në Bashkinë e Kolonjës. Po si u arrit në zbardhjen e dosjes apo të këtyre momenteve, Sokol? Në
Fakt, SPAK ka hetuar në disa element për të vërtetuar pra veprën penale, por dy më kryesoret kanë qenë sigurisht dokumentet dhe provat shkresore me komunikimet me një numër të konsiderueshëm pra të institucioneve që u ka kërkuar informacion SPAK. Por nga ana tjetër, në dhjetor të vitit 2020, duke padur parasysh një tjetër procedim penal, SPAK ka sekuestruar pra aparatin celular të administratores së kompanisë A&E Engineering Entela Çano. Në dhjetor të atij viti dhe në vijim janë zbuluar pra biseda që kanë ndihmuar jo pak pra në vërtetimin edhe të veprave penale që rëndojnë tashmë në drejtim të kryebashkiakut të kolonjës Erioni Saj, por edhe personave të tjerë të përfshirë si zyrtar të bashkisë, por edhe përfaqësues të kompanisë. Në fakt, përmes këtyre komunikimeve arrihet të kuptohet shumë qartë se kemi të bëjmë me një marrëdhënie shumë të ngushtë mes Erioni Sajt dhe të Çanos, ku ata përthuajse përgjatë gjithë kohës diskutojnë për ulje të parametrave dhe të shumave që duhet paraqiteshin në lidhje me këta me këta prokurime pra që kishin rënë paraprakisht dakord dhe që me sa duket komunikimet që ata flisin, për shembull drejtoheshin me shumë miqësi, mirëmëngjes shoqe, si të kam i drejtohet Erioni Saj, që më pas i thotë që nesër do të kalonte në Tiranë dhe i duhej projekti fshatrave që të kalojë te Këshilli Teknik dhe më pas duket se ka edhe një kadishmëri jo të vogël pra nga ana e Entela Çanos. Në një tjetër bisedë më poshtë ai i kërkon me shumë ngut pra listën e emrave të fshatrave dhe vlerat për çdo fshat ku do të kalonte pra edhe ujësjellsi pra për projektin tjetër përveç rrugës, dhe kjo e fundit sigurisht që ja kthejnë që gjithçka do të bëhej siç duhej dhe pa merak do të bëhet të mundur dorëzimin e saj deri ditën e premte. Por megjithatë ka edhe një tjetër hapësirë ku me sa duket ka hetuar jo pak SPAK në lidhje edhe me zyrtar të tjerë pra të bashkisë së kolonjës. Është njëri prej tyre përgjegjësi i sektorit të prokurimeve, i cili ka po ashtu komunikime të vazhdueshme me zonjën në fjalë, me zonjën Çano, pra administratore e kompanisë A&E Engineering, ku mes komunikimeve ata flasin për sa i përket një përllogaritje të plot pra të projektit, por që në fakt shuma duhet të mbahej sekret sipas saj. Në këtë mënyrë kompania do të mund të shfallej pra fituese dhe të merrte të gjithë projektin për ndërtimin e ujësjellsave, por në tërësi edhe të projekteve të tjera. Sokol, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ecim ndërkohë me të tjera zhvillime. 5 të rinj u arrestuan nga policia e Tiranës pasi akuzohen si pjesë e një grupi të mirëfillt në shpërndarjen e drogës. Një çift fejuarish e merrnin kanabisin në grupe kriminale në Sukth dhe mëtej e magazinonin në një depo pranë Tufinës në Tiranë, derisa e bënin gati për ta shitur me doza. Policia ishte vënë në ndjekje disa të dyshuarve duke i lënë t'i afrohen vendit ku mendohet se fshihnin drogë. Kur ranë në gjurmën të depos, efektivët ndërhynë dhe arrestuan aty 2 antarë të grupit, Ardit Qitaku, 22 vjeç dhe Erdi Gjiriti, 37 vjeç. Gjatë kontrollit fizik këtij të fundit ju gjet edhe një sasi kokaine. 5 janë antarët e grupit që u arrestuan në total dhe akuzohen se në magazinën në rrugën Myslim Keta pranë Tufinës fshihnin drogën e paketuar dhe mëtej e përgatisnin në doza për ta shitur. Magazini i drogës, një ndërtesë e vjetër pa dyer ku prodhoheshin paleta të drurit, është në pronësi të Redion Kuqit, 21 vjeç. Aty efektivët e komisariatit numër 4 gjetën një valixhe brenda së cilës 9 kg kanabis dhe një pistolet. Kjo sasi droge e ambalazhuar brenda valixhes dyshohet se është marrë nga një grup kriminal nga Sukthi dhe është sjellë në Tiranë nga Gjoj Zina, 25 vjeç, në bashkëpunim me të fejuaren e tij, 22 vjeçare Angelina Koçi. Në magazin lëndë narkotike ruante Erdi Gjirishti, i cili gjithashtu e shoqëronte çiftin teksa transportonin drogën me makinë. Gjatë kontrollit në shtëpinë e Gjoj Zinës, agjentët zbuluan një pistolet dhe 2 armë të ftohta, ndërsa ata arrestuarve të 5 me banim në Tiranë ju sekuestruan 2 makina, 6 celular dhe një shkop bejsbolli. Grupi hetimor dyshon se ata janë përfshirë në trafikun e drogës prej të paktën një viti, por 5 të arrestuarit mendohet të mos jenë të vetëm. Policia thotë se vijon hetimet për të identifikuar të tjerë persona të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.
Njësër pasurish janë sekuestruar në Pogradec me vendim të prokurorisë së Korçës. Pasurit janë në pronësit familjes Buliçka që dyshohet se janë përfituar nga aktiviteti kriminal i trafikut të drogës në Spanjë dhe Itali të djalit të familjes, Edri Buliçka. Mes pasurive të bllokuara është edhe Rich Hotel në Pogradec në pronësit familjes Buliçka. Edri Buliçka, djali i familjes, pretendonte se kishte të ardhura nga puna si kamarier, por në të vërtet nuk rezulton të ketë qenë ndonjëherë i punësuar. Transaksionet bankare të kryera prej tij ndër vite paraqiten në vlera të konsiderueshme në lek dhe në valutë të huaj, për të cilat nuk justifikohet burimi i krijimit. Prokuroria e Korçës sekuestroi edhe një truall me sipërfaqe 965 metra katror, një tjetër truall, 2 apartamente, një biznes të shitblerjes së makinave, një servis automjetesh dhe 6 makina. Sali Berisha do të shmang primaret për të nxjerrë kandidatin e Bashkisë së Tiranës dhe rivali Ogerta Manastirliu do të zgjidhet përmes një procesi negociatash me partitë e tjera të opozitës. Për këtë Berisha njoftoi sot se ka ngarkuar një grup pune për të negociuar me aleatët. Demokratët pritën vulën e Edi Ramos për shkarkimin e Erjon Veliajt për të nisur nga puna për gjetjen e kandidatit përballë Ogerta Manastirliut për Bashkinë e Tiranës. Me të marrë lajmin se Këshilli i Ministrave miratoi shkarkimin e tij, Sali Berisha nisi lëvizjet, ngriti një grup pune për të qenë ata dhe jo vetë kreu i Partisë Demokratike që do të negociojnë e mëtej të zgjedhin kandidatin përballë Manastirliut me aleatët. Këtë herë duke nënshkaluar primaret. Unë kam ngarkuar një grup për 3 persona që do të negociojnë me partitë e tjera për emër. Për këtë arsye Berisha thotë se nuk do të komentojë për asnjë prej emrave që përfliten apo hidhen si opsion si kandidat, siç mund të jetë bashkëshortja e ish-deputetit të ndjerë demokrat Gerd Bogdanit, Edlira Çepani apo e Temagës. Unë natyrisht nuk kam moment që të prononcohem për njëri, me qenë se ky është një proces. Po të ishte përlyshës, krijonin proces, po fisja unë tu vija ju thosha që kandidati i preferuar do jetë jo, nuk është ashtu. Zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës do të dekretohen nga presidenti Bajram Begaj, me të njoftuar zyrtarisht nga qeveria për vakancën. Bashkë me Tiranën, në pritje të datës së zgjedhjeve, janë edhe 5 bashki të tjera që do të shkojnë në zgjedhje të parakohshme. Por fati i zgjedhjeve të Tiranës do të varet edhe nga vendimi i Veliajt për të ankimuar në gjykatën kushtetuese shkarkimin, gjë që do të çonte në pezullimin e garës për qytetarin e parë të kryeqytetit. SPAK në një njoftim të vetëm pak çasteve më parë ka shpërndar detaje dhe informacione të tjera në lidhje me vrasjen e Klevis Leshit. Për këtë do të lidhem tani me kolegen Keti Banushi në një lidhje të drejtë për drejtë për të kuptuar më shumë se çfarë detajesh lidhen me këtë dosje, me këtë ngjarje dhe personat që janë shpallur në kërkim tashmë së bashku me kontrollet që janë zhvilluar gjatë ditës së sotme në kuadër të kontrolleve dhe hetimeve. Ketit, përshëndes, atëherë çfarë thot SPAK në këtë njoftim? Përshëndetje Arlin. Në fakt, Prokuroria e Posaçme ka në njoftimin zyrtar në një farë mënyrë ka vërtetuar dhe ato informacione që ne i kishim marrë që në orët e para të ditës, pra është një ngjarje e vitit 2020 ku është vrarë, në fakt është rrëmbyer dhe më pas është vrarë një 20 vjeçar, bëhet fjalë për Klevis Leshin, në Burrel dhe eshtat e cilit u zbuluan 2 vite më pas dhe ndërkohë që ka qenë analiza ADN-s dhe përpjekja e familjarëve që kanë bërë të mundur identifikimin e tij. Pas 5 vitesh, Prokuroria e Posaçme në sajt të zbërthimit dhe të platformës KCC, e cila ka zbardhur shumë ngjarje të tjera kriminale, përfshirë dhe këtë ngjarje pasi siç shihet antarët e grupeve kriminale me sa duket kanë folur lirshëm në platformën KCC, kjo pasi kanë pasur besim se kjo platformë ka qenë e sigurt, kanë mundur të zbardhin këtë ngjarje dhe kanë gjetur porositësin e kësaj ngjarje, kush është porositësi, por kanë gjetur edhe persona të cilët
e kanë ekzekutuar. Janë nxjerrë 4 urdhër arresti, 2 deri tani janë ekzekutuar nga ana e policisë, ndërkohë që janë bërë kontrolle të shumta dhe janë gjetur dhe materiale të tjera gjatë kontrolleve, pasi prokuroria e posaçme ka nisur një hetim të gjerë dhe janë ndaj personave të akuzuar janë disa vepra penale dhe një ndër to është ajo e pastrimit të produkteve të veprës penale, çka do të thotë që ky operacion do të pasohet edhe me sekuestrat e pasurive. Bëhet fjalë pra për porositjen e kësaj ngjarje kriminale që është Aurel Hoxha, ky i shpallur në kërkim nga policia, ndërkohë që ai e ka porositur vrasjes si hakmarrje ndaj vrasjes së vllait të tij Agim Hoxha në Angli. Pra janë konflikte që kanë nisur fillimisht për trafikun e lëndëve narkotike dhe më pas që është pasuar dhe me një sër vrasjesh dhe një sër të cilat kanë kaluar në një sak të madhe hakmarrje mes dy fiseve. Ndërkohë që ekzekutori i kësaj ngjarje kriminale është Saba Nuzik, pra kjo është ajo që ka nxjerrë prokuroria e posaçme, e cila ka në njoftimin për shtyp i ka bërë të ditura të gjitha rolet e personave të cilët janë marrë dhe kanë pas role të veçanta në këtë ngjarje të rëndë kriminale. Bëhet fjalë për një ngjarje pra që cila ka qenë në prokurorinë e Matit, është sjell për kompetencë në prokurorinë e posaçme, një informacion në fakt që prokuroria e posaçme e ka mbajtur sekret që po hetonte këtë ngjarje deri në ekzekutimin që është bërë ditën e sotme të 2 prej personave të cilët janë në fakt janë arrestuar, ndërkohë që kemi edhe në kërkim janë shpallur në kërkim edhe persona të tjerë. Janë disa akuza që rëndojnë ndaj personave të cilët janë të proceduar deri në këtë momente, por prokuroria e posaçme pretendon që ka dhe persona të tjerë të cilët janë të përfshirë dhe është duke punuar për gjetjen dhe për arrestimin e tyre. Pra, duhet teksuar që si pasojë e kësaj ngjarje të rëndë, kësaj sage hakmarrje, organizatorët arritën deri atje sa organizuan edhe një vrasje në burgun e Peqinit, pak kohë më parë, për cilën është arrestuar dhe ndodhet Sokol Mjaca, një tjetër i arrestuar ky, por kjo ngjarje është po hetohet nga prokuroria e Elbasanit, e cila në fakt me këto zhvillime të reja ndoshta mund të kemi një bashkim të dosjeve pasi është vazhdimsi e kësaj sage të madhe hakmarrjesh mes këtyre fiseve të cilat kanë sjell shumë vrasje dhe kanë sjell një terror, mund të themi, në këto 2 fise, aq sa dhe personën që u vra në burgun e Peqinit, familjarët nuk deshën as ta merrnin trupin, por varrimi i tij u bë nga bashkia e zonës. Kjo për shkak të frikës së hakmarrjes që kanë patur dhe për egërsinë që ka patur ky grup i strukturuar kriminal, pasi në njoftimin për shtyp të prokurorisë së posaçme vyhet re që kanë funksionuar si grup i strukturuar kriminal ku Aurel Hoxha ka patur rolin e organizatorit të grupit të strukturuar kriminal. Keti të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë, detajet që përcollen lidhje me këtë njoftim të fundit të SPAK-ut. Ne ndërkohë do të ecim me të tjera zhvillime më tej, ndalemi tek ato të politikës, siç pam dhe pak më herët, pasi dështoi të bind socialistët për përsëritjen e seancës parlamentare ku miratua programi i qeverisës dhe ministrat, Partia Demokratike kërkon një tjetër rrugë për diskutimin në sallën plenare të programit. Përmes Gazmend Bardhit, demokratët depozituan një kërkesë për mocion me debat mbi prioritetet e shpallura të qeverisë në programin politik të saj, si dhe ndërhyrjen e krimit të organizuar në jetën publike. Partia Demokratike thot në shkresë se është e domosdoshme që kuvendit zhvillojë një debat për një çështje të veçantë, siç është bilanci i qeverisë aktuale në realizimin e programit politik të kaluar dhe programin politik qeverisës në periudhën në vijim. Programi qeverisës kaloi mes tensionesh në kuvend në një seancë vetëm 25 minutë, që kujtojmë, e cila u mbyll pa debat për shkak të kaosit të opozitës.
3 muaj nga lirimi, Ervin Saliani u paraqit sot për herë të fundit në shërbimin e provës. Ish deputeti demokrat I cili kreu dënimin 1 vit për kallëzim të rrem në dosjen Babale, tha se çështjen e tij do ta vazhdojë në gjykatën kushtetuese, duke sulmuar drejtësinë e cila sipas tij përdoret për qëllime politike. Betejë ime me drejtësinë është në rrugës sipër që mos them sapo ka filluar. Nga pikpamja formale depozitoi për pak ditë në gjykatën kushtetuese dhe nëse do të ketë kontroll, siç po duket të gjithë sistemi I drejtësisë nga ana e qeverisë, do të depozitoj në Strasburg. Sot drejtësia është thuajse më keq se kurrë. Drejtësia përdoret për qëllime politike. Drejtësia është selektive dhe ja ku jemi këtu ngjitur me strukturën e posaçme antikorrupsion, ju e keni vënë re se si në mënyrë selektive në përgjime të caktuara përzgjidhen të arrestohen apo të goditen disa dhe të shmangen disa të tjerë. Ish kryebashkiaku I Durrësit Vangjush Dako është zyrtarisht qytetar I lirë. Apeli vendosi më datë 16 shtator ta kthejë në qeli për të kryer edhe 10 ditë burg. Dako nuk ka shkuar në burg, kur agjentët shkuan për të ekzekutuar vendimin e gjykatës, ish kryebashkiaku pati një përkeqësim të gjendjes shëndetësore me shenja aritmie, gjendje ankthi dhe probleme me hernin diskale. Ai u ushtrua për 4 ditë në repartin e infektivit në QSUT. Kodit penal çdo ditë në spital, sipas kodit penal, çdo ditë në spital është e barabartë me 1 ditë burg. Drejtoria e burgjeve I dha edhe leje 5 ditë për korrektësi dhe sjellje të mirë dhe prej ditës së njëjtë kur u mbyllën procedurat e lirimit, Vangjush Dako ka mbyllur dhe përfundimisht çdo llogari me drejtësinë. Rreth 1.7 miliard euro është borxhi tatimor që do të preket nga paqja fiskale e parashikuar në programin e qeverisë për të nisur zbatimin nga viti I ardhshëm. Shifrat e siguruara nga Report Televizion tregojnë se janë 213.000 tatim pagues debitor që do të mund të përfitojnë ulje të gjobave dhe të kamatave, kurse çdo borxh I krijuar para 2016-s falet plotësisht. Paqja fiskale karta e fortë e fushatës elektorale të socialistëve në aspektin ekonomik, pritet të nisë zbatimi nga janari vitit të ardhshëm sipas programit të qeverisë Rama 4. Prej kësaj nisme që do të zgjasë 3 vjet, parashikohet që të përfitojnë të paktën 213.000 tatim pagues me detyrime tatimore. Paqja parashikon fshirje të detyrimeve më të vjetra se 10 vjet, praktikisht detyrimet e krijuara deri në vitin 2016. Report të vëmëson se janë 355 milion euro detyrime me vjetërsi mbi 10 vjeçare, praktikisht do të fshihen përmes kësaj paqeje, duke I çliruar bizneset nga statusi debitor. Përfituesit e dytë më të mëdhenj do të jenë ata që kanë borxhe me vjetërsi deri në 5 vjet. Për këto subjekte parashikohet fshirje e gjobave dhe kamatave, por pagimi I detyrimit deri në fund të qershorit borxhi me këtë vjetërsi ishte 62.9 miliard lek ose gati 630 milion euro bashkë me kamatvonesat. Kategoria e tretë janë subjektet me borxhe nga 5 deri në 10 vjet. Kush realizon pagesën e detyrimit tatimor me një këst merr zbritje 50% nga gjobat e kamatat, ndërsa kush I paguan me disa këste merr ulje 25%. Borxhet me këtë vjetërsi arrin në vlerën 72.7 miliard lek, ose rreth 727 milion euro. Por sa është borxhi tatimor në total? Sipas të dhënave të siguruara nga Report TV pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, deri në qershor të këtij viti, totali I detyrimeve të papaguara ishte 175.5 miliard lek, ose gati 1.7 miliard euro, në rritje në raport me vjet kur detyrimet ishin 1.6 miliard euro. Nga këto 107.7 miliard lek, ose rreth 1 miliard euro janë detyrim tatimor, 59.7 miliard lek janë gjoba dhe 8.1 miliard lek ose 81 milion euro janë interesa. Vlera më e madhe e detyrimeve të papaguara I takon TVSH-s, ndjekur nga tatimi mbi fitimin e më pas vijnë detyrimet e tjera si tapi, diva apo sigurimet. Pikpyetje ngrihen se takon sigurimeve shoqërore të papaguara nga biznesi. Nëse do të preken nga kjo paqe, lehtësimi I biznesit do të penalizonte qytetarët duke I ulur vitet e punës. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka lënë të pandryshuar parashikimin për rritjen ekonomike të Shqipërisë për këtë vit dhe për 2026. Ekonomia do të rritet me 3.5%, thot Bergh, dhe motorët kryesor vijojnë të jenë sektori I shërbimeve dhe ndërtimit, ndërkohë që industria dhe bujqësia vijojnë në rënje.
Në vlerësimin e fundit evidentohen si rreziqe për ekonominë tensionet në tregun evropian që mund sjellin një rënje të remitancave, si dhe thatësirat që mund vijojnë të ndikojnë negativisht në prodhimin e energjisë elektrike dhe të bujqësisë. Në raport theksohet se pozitive për ekonominë e Shqipërisë është përshpejtimi i reformave në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian që po mbështeten me fonde të planit të rritjes. Fermerët ndihen të braktisur ndërsa prodhimet e tyre bujqësore mbeten stok dhe përfundojnë në kanale, por në vend të një zgjidhje zëvendës ministri i bujqësisë Dimitër Kote u akthen me ironi se duhet të bëhen të zgjuar dhe të punojnë kokën, jo vetëm tokën. Zyrtari duket se i shet pa aftë bujqit për të përshtatur me kërkesat e tregut. Fermerët e zonës së lumit të Vlorës po përballen me humbje të mëdha pasi produktet bujqësore kanë mbetur stok. Tomor Haxhiraj, 75 vjeç, ka mbjell 5 dynime domate bio dhe s'ka arritur të shes as gjysmën e prodhimit me 70 lek për kilogram. Situata është e njëjtë edhe me kultivuesit e bostanit, kastravecit dhe perimeve të tjera, ku prodhimi përfundon në kanal. Fermerët ankohen për koston e lartë të inputeve, mungesën e mbështetjes dhe pamundësinë për të gjetur tregje. Pak kënaqur se s'po më shitet prodhimi se është prodhim bio, nuk po më shitet. Kjo është domate e fushë, është bio, po mundohem me çdo kusht, po dalë si lipsar, rrugë më rrugë, e fshat më fshat, po dalë si lipsar. Unë këtu mund të nxjerr 3 kuintale apo 5 kuintale dhe do shes 1 kuintal dhe tjetër da marrë të hedh kanal. Por për zëvendës ministrin e bujqësisë Dimitër Kote, përgjegjësia i takon vetë fermerëve, të cilët sipas tij nuk arrin të jenë konkurrues në tregje dhe nuk orientohen drejt kërkesës së konsumatorit. Dhe fermeri e ka kuptuar tani që siç ditë mirë të punoj tokën, tani ka filluar të punoj kokën. Dhe ne me gjithmonë jemi sot që fermeri dhe unë që jam fermer vet, të punoj mirë kokën që të ecë me shkencën dhe të bëjmë veprime të zgjuara. Problemi është i fermerit të orientohet drejt për të mbjell kulturën e dur dhe gjën e dur për atë që kërkon tregu. Mos të bëj lodhje kot. Report Televizion ka ndjekur në vazhdimsi problematikat e bujqësisë ku fermerët si në Vlorë ashtu edhe në Fier, Lushnjë e Maliq ankohen për mungesë tregu. Kjo vjen edhe si pasojë e kthimit të ngarkesave nga eksporti për shkak të sasisë së lartë të pesticideve. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak. Rikthehemi sërish me lajmet. Banorët e Përbrekut në Kukës kundërshtojnë projektin e qeverisë për ndërtimin e një landfilli të ri. Ata paralajmëruan për shkallëzim të protestave dhe një padiq gjyqësore. Sipas tyre, landfilli ku do të grumbullohen mbetjet e 3 bashkive do të sjellë ndotje të tokave dhe burimeve të ujit. Në fshatin Përbrek të Kukësit pritet të nisë ndërtimi një landfilli për menaxhimin e mbetjeve urbane. Projekti ka hasur në kundërshtinë e banorëve, të cilët paralajmërojnë se nuk do të lejojnë zbatimin e tij, duke thënë se vendimi është marrë pa konsultim publik dhe se rrezikon mjedisin dhe jetesën e tyre. Jemi boll fshati i përmbytur, na ka mbyt liçeni, firza, uji, pishëm skemi, rrugë skemi. Sa na pranon tash edhe bërloqet tonë, kjo është një padrejtësi se aty fshatit Përbrek. Ne jemi kundër kësaj, ka që 20 vjet në lesën e kanë lënë në harres, që sa pas një investim, po ato dhe po vinë po na shkelin, po thuhet se gjysa e Përbrekut është e përmbytur. Sipas banorëve, landfilli do të krijojë ndotje për tokat bujqësore, burimet e ujit dhe ajrin, duke ndikuar drejt për drejt në shëndetin e tyre. Ata shprehen të vendosur se do të ndjekin çdo rrugë ligjore për të ndalur projektin. Sa shumë kur në kurës se më dakord me që kanë cenzër, se shpjeme, e të shop të muj, kur jo. Sa të i prish, ujnë që punë, lëp të katunit këtë. S'kemi ku shkemna. 400 hektari ka marrë liçeni. Plus, ku shkemna, ku të mëjtna. Më 28 gusht, gjatë prezantimit të reformës për menaxhimin e integruar të mbetjeve 2025-2030, ish ministre e mjedisit Mirela Kumbaro njoftoi se landfilli në Përbrek do të ndërtohet me financimin e Bashkimit Evropian dhe ka vlerën e 19 milion eurove. Shqipëria do të ndahet në 10 zona menaxhimi, me qëllim ndërtimin e impianteve dhe landfilleve të reja që plotësojnë standardet e Bashkimit Evropian. Landfilli i Përbregut është parashikuar të shërbejë për 3 bashki, Kukës, Has dhe Tropoj, dhe të përfshijë grumbullimin, seleksionimin dhe riciklimin e mbetjeve urbane. Deri tani nuk është publikuar ndonjë studim për ndikimin e tij në mjedis.
Mirë, do të ecim më tej. Panajiri i ëmbëlsirave është zhvilluar këtë ditë, do të ndjekim më shumë detaje në materialin në vijim. Lloje të ndryshme ëmbëlsirash si kek, kadaif, petulla me mjalt, revani u përgatitën me dashuri nga ambisat dhe u servirën në panajirin e ëmbëlsirave. Për të 18 vit radhazi në qytetin e Maliqit u zhvillua panajiri që nuk sjell vetëm kulinarinë e pasur të zonës, por edhe prodhimet bujqësore e artizanale. Laklori me dy peta, me spinaq, kemi sjell ëmbëlsira si tradicionale që është baklavaja, revania, alva, petë portokalli, kek, shumë lloj të ndryshme. Ushqime tradicionale me ëmbëlsira, si dhe me produkte bлекtorale dhe bujqësore. Mishi që është një karakteristikë e zonës sonë përveç ëmbëlsirave, djati, gjiza që janë prodhime të zonës. Kemi rafin të ndryshme, të tane, rushi, kumbulle. Në njësinë e gorë nga gatimet më të ndryshme, përsa mos që janë i kemi të gjitha me ratu, tava dhe ndryshme, petulla, kulaç, kemi rakit. Limonik, pojan, vreshta, spirë, gore moglis, të cilët e bëjnë këtë fest aq të larmishme sa ndonjëherë çuditemi me produktet, me prodhimet, në atë çfarë prodhon kjo zonë. Vizitorët patën mundësinë të shijonin produktet e përgatitura me mjeshtëri. Synimi i këtij aktiviteti është promovimi i prodhimeve vendase, si edhe mbështetja e fermerëve dhe bletarëve të zonës për krijimin e hapësirave për tregtimin e tyre. Grupe muzikore me artistë shqiptar dhe të huaj janë pjesë e koncerteve të Balkan Jazz Showcase që këtë vit zhvillon edicionin e 5 të tij. Festivali, fokusuar tek artistët dhe muzika jazz, sjell një program të pasur muzikor, nisi nga Teatri i Vlorës deri në Universitetin e Arteve. Muzikantë të njohur por edhe të rinj, të cilët interpretojnë jazz, janë pjesë e edicionit të 5 të Balkan Jazz Showcase 2025, që po mbahet nga 25 shtatori deri në 28 shtator. Ky organizim muzikor, i vetmi i këtij lloji në hapësirën ballkanike, është i fokusuar totalisht te artistët dhe jazzi ballkanik. Krahas promovimit të muzikës së artistëve të njohur të rajonit, një ndër qëllimet kryesore është edhe krijimi i hapësirave për muzikantët e rinj. Është i vetmi festival i muzikës jazz që i dedikohet totalisht vendeve të rajonit Ballkanit. Pavarësisht se vinë edhe muzikantë nga vende të tjera, por ne jemi të fokusuar tek muzikantët e Ballkanit dhe sidomos te muzikantët e rinj. Ky edicion si risi ka një pjesëmarrje më të gjerë të muzikantëve shqiptarë. Pra, këtë vit nuk kemi një pjesëmarrës, një grup pjesëmarrës apo një projekt pjesëmarrës nga muzikantët shqiptarë, por janë 3 projekte pjesëmarrëse. Andi Kongo e Emilian Dimo Art Band me student Universitetit të Arteve të degës së jazzit dhe Jazz Trio, një trio jazzi e muzikantit të talentuar Roni Gjura me Emilian Dimon dhe Gent Shahinin do të interpretojnë gjatë festivalit. Një bashkëpunim që vlen të përmendet është ai midis muzikantëve italian dhe shqiptar, që quhet Adriatic Jazz Ensemble, me muzikantë italianë si Roberto Zecchini, Luca Di Battista dhe Lorenzo Scipioni, të cilët kanë interpretuar gjatë natës së parë të festivalit në teatrin Petro Marko në Vlorë, e që do të interpretojnë edhe këtë të premte në sallën Black Box të Universitetit të Arteve. Gjatë ditëve të festivalit do të ketë artist pjesëmarrës edhe nga Greqia, Turqia dhe Maqedonia e Veriut. Kultura kineze përmes muzikës, vallëzimit, filmave apo ushqimit, për cilët për publikun shqiptar përmes aktiviteteve të ndryshme që mbahen gjatë javës kulturore kineze. Ambasadorja e Kinës flet për bashkëpunime të shumta në të ardhmen, sidomos në fushën e kinematografisë. Vallëzim, këngë kineze dhe shfaqje nga artist kinez dhe shqiptar, solli mbrëmja e djeshme në sallën e Universitetit të Arteve, në koncertin e 3 të javës kulturore kineze. Për ambasadoren e Kinës në Shqipëri, bashkëpunimi kulturor ka qenë ndër vite ure rëndësishme midis Kinës dhe Shqipërisë, ndërkohë që të dy popujt gëzojnë miqësi tradicionale shumë të thellë
dhe bashkëpunime të mira në shumë fusha, sidomos në turizëm. Një fushë që ambasadoria e shesit të rëndësishme është ajo e kinematografisë. Në vitet 60-70 të shekullit të kaluar, filmat shqiptar ishin shumë popullor në Kinë, si për shembull Nga dhënim mbi vdekjen, I teti në bronze të tjerë. Edhe artistët shqiptar ishin shumë popullor, dhe në ditët e sotme shumë prej nesh që kujtojnë këta filma shqiptar. Sa I përket Nga dhënim mbi vdekjen, kemi bërë përmirësim digjital dhe qëllimi është që audienca mes dy vendeve ta kujtojë këtë film klasik. Synimi është që në të ardhmen do të ketë më tepër bashkëpunim mes kinastëve të dy vendeve dhe realizim të një filmi të ri. Tani në Shqipëri bashkëpunojnë dhe jetojnë qindra kinez, kryesisht në Tiranë dhe mendojnë se ata jetojnë dhe punojnë këtu me lumturi. Disa familje kineze, disa fëmijë kinez kanë studiuar në shkollë këtu dhe mund të flasin shumë mirë shqip, gjë që tregon që jeta dhe puna e tyre këtu është e bukur. Integrimi shumë I mirë I kinezëve në shoqërinë shqiptare është simbol shumë I mirë për shkëmbim miqësor mes dy popujve. Në kuadër të javës kulturore kineze, këtë të premte në Tiranë do të mbahet Festivali I Ushqimit Kinez. Me këtë informacione mbrim në fund të këtij edicioni lajme, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.